Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është fleshi informativ në News 24. Kryeministri Edi Rama njoftoi se ka marrë ftesë nga presidenti Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në bordin e paqes për Gazën. Si kryetari i bordit ftoi zyrtarisht Republikën e Shqipërisë të përfaqësuar prej jush të na bashkohet si shtet antar themelues dhe të bëhet palë në statutin e bordit të paqes. Ky bord do t'jetë aq i veçantë sa kur më parë nuk ka ekzistuar diçka e ngjashme me të. Çdo shtet antar mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar në emër të tij për të marrë pjesë dhe kontribuar në takime, thuhet midis të tjerash në letrën e Trump. Në reagimin e tij në rrjetet sociale, Rama shprehet se është krenar për nivelin ku ka ngritur marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të jem dot më krenar për Shqipërinë për gjithçka kemi bërë në këto vite, duke e kthyer në një Shqipëri tjetër të dinjitetshme, të respektuar botërisht si asnjëherë, e pa diskutime dhe për nivelin ku kemi ngritur marrëdhënien e partneritetit ton strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u ftuar me një respekt e vlerësim krejt të posaçëm nga presidenti Donald Trump për të bërë pjesë e një bordi ndërkombëtar të krijuar e kryesuar prej atij vet dhe për të punuar së bashku me të, thekson shefi i qeverisë. Shtëpia e Bardhë ka publikuar emrat e disa antarëve të bordit të paqes që do të mbikëqyrë qeverisjen e përkohshme të Gazës. Emrat përfshin sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, ish kryeministrin britanik Tony Blair dhe dhëndrin e Trump Jared Kushner. Një kërcënim nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të vendosur tarifa të reja ndaj 8 aleatëve që kundërshtojnë propozimin e tij për marrjen e Groenlandës është dënuar nga udhëheqësit evropian. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer tha se ky veprim ishte krejtësisht i gabuar, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron e quajti atë të papranueshëm. Komentet erdhën pasi Trump njoftoi se një tarif prej 10% për mallrat nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda do të hynte në fuqi më një shkurt, por më vonë mund të rritet në 25% dhe do të zgjaste derisa të arrihej një marrëveshje për marrjen e Groenlandës. Trump këmbgul se territori autonom danez është kritik për sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe nuk e ka përjashtuar marrjen e tij me forcë. Pas kërcënimeve të Trump, Bashkimi Evropian thirrri një takim urgjent në orën 17 në Bruksel këtë të diel. Takimi do të përfshijë të dërguar nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Lëvizja Shqipëria bëhet ka zhvilluar protestën e radhës përpara kryeministrisë, ku disa qytetarë dhe janë bashkuar tubimit. Gjatë fjalës së tij, kryetari Adriatik Lapaj është shprehur se qeveria e kryeministrit Edi Rama është në luftë me qytetarët. Kjo pasi sipas Lapajt, qeveria Rama ka mbjellë frikë, varfëri dhe drogë. Ai shtoi se shteti në Shqipëri është vënë në shërbim të grupeve kriminale. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi kryebashkiakët socialistë se rikandidimi i tyre në zgjedhjet e 2027-s do të varet nga realizimi i targeteve në projektin Paketa e Maleve. Ai theksoi nevojën për 1000 investime në 61 bashki dhe kritikoi mungesën e hartave të zonave prioritare. Po ashtu Rama kërkoi masa për përmbytjet dhe ndotjen e mjedisit, duke shpallur ngritjen e një task force dhe një flote për mirëmbajtjen e infrastrukturës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon Edi Ramën se do të bllokojë drejtësinë me dosjet Balluku dhe Akshi. Sipas tij është opozita ajo që do të rrëzojë Edi Ramën dhe ka për qëllim qeverinë teknike. Disa persona janë arrestuar dhe 3 të tjerë janë në kërkim në lidhje me mashtrimet përmes call centerave në Tiranë, SPAK dhe BKH.
kryen disa kontrole në ambjente të marra me qira në disa kulla në Tiranë, prej ku qytetarët mashtroheshin për të investuar në platforma digjitale që stimulojnë investime në situata të cilat në fakt nuk ekzistojnë. 8 zyrtarët e paraburgimit të Durrësit dolën këtë të shtunë përpara gjykatës për të njohur me masat e sigurisë. Për 3 prej tyre u caktua masa arrest në burg, për 2 të tjera arrest në shtëpi, ndërsa për 3 punonjës detyrim paraqitje. Ata u arrestuan me akuzën e shpërdorimit të detyrës pas aratisje spektakolare të Altin Docit. Kujtojmë se në pranga të premten, po për të njëjtën akuzë përfundoi edhe drejtori i burgut të Durrësit, Indrit Cërloj. 9 ditë pas aksidentit në Klos, ku 30 vjeçari Jurgen Karaj e rrëmbeu rrjedha e përrojt, familjarët e tij bëjnë apel për intensifikimin e kërkimeve. Familjarët kërkojnë zbardhjen e plot të ngjarjes, pasi drejtuesi i automjetit ishte i dehur dhe nuk njoftoi policin pasi makina ra në përrua. Përmbytjet e këtij muaji shkaktuan pasoja të rënda në disa qarqe të vendit, duke nxjerrë në pah jo vetëm ndikimin e motit të keq, por edhe problematika të thella strukturore. Një analizë e birnë tregon se situata është përkeqësuar nga mungesa e masave parandaluese dhe keq menaxhimi i territorit. Ky ishte fleshi informativ, bashkë ndahemi këtu, pas pak do t'jeni në shoqërinë e koleges Megi Latifi. Faleminderit për vëmendjen.